Sot bëhet një vit nga një prej ngjarjeve më të rënda që tronditi vendin vitin e kaluar. Me 1 prill 2025 rreth orës 23 në Kaçanik, rreshtiri i policisë së Kosovës Muhamet Lika u plagos rënd me armë zjarri në hyrje të ndërtesës së tij në rrugën Idris Seferi. Ai fillimisht u dërgua për trajtim mjekësor, por nuk arriti të mbijetoj plagëve. Sipas hetimeve, Lika ishte cak I një sulmi të planifikuar paraprakisht. Prokuroria themelore në Ferizaj ka ngritur akt akuzë ndaj 6 personave, të cilët dyshohen se në bashkëkryerje së bashku me një të mitur e privuan nga jeta zyrtarin policor. Të dyshuarit përballen me veprën penale vrasje e rënd, ndërsa rasti tashmë ndodhet në proces gjyqësor. Prokuroria ka kërkuar që ata të shpallën fajtor dhe të dënohen sipas ligjit, si dhe të vazhdohet masa e paraburgimit deri në përfundim të gjykimit.